Dje Shqipëria hapi 5 kapitujt e fundit të negociatave. 28 prej tyre në drejtimin e Martës. Dhe që të jemi sinqert, jo vetëm që nuk më kujtohet, por as nuk mund ta imagjinoj se kur ka qenë hera e fundit që zgjerimi ka prodhuar kaq shumë debat konstruktiv, kaq shumë presion pozitiv dhe kaq shumë oksigjen të pastër politik. Dhe më lejoni që kësaj sale të sjell diçka në vëmendje. Për Shqipërinë, ky rrugtim i ynë nuk ka qenë një rrugë drejtë e mbushur me duar trokitje. Ne vim nga një rrugë gjatë, fillimisht të stigmatizuar dhe të nënvlerësuar për shkak të një imazhi ndërkombëtar të formësuar jo vetëm nga veprimet tona të gabuara, por edhe nga stereotipet e amplifikuara të mediave perëndimore. Më pas të vlerësuar nga Komisioni Evropian për përpjekjet tona të shumta e të sinqerta, por të refuzuar nga Këshilli për shkak të debateve të brendshme politike në disa shtete anëtare. Pra patëm këto 3 momente poshtërimi që testuan durimin ton, besimin ton tek Europa dhe vullnetin ton për të vazhduar punën ton. Dhe nuk do t'i harroj kurrë, sepse i kam të gdhendura në kujtesën time fytyrat e zbehta të anëtarëve të Këshillit Evropian pas netëve të gjata të mbledhjeve, takimeve këtu në Bruksel, tek shpreheshin përpara kamerave. BE-ja nuk i mbajti premtimet e saj ndaj Shqipërisë. Por siç ka thënë edhe Nietzsche, ajo që nuk na vrau na bëri më të fortë, dhe ja që poshtërimi u shfaq por si një bekim që ishte thjesht i fshehur. Dhe ne vazhduam përpara me një bindje të vetme dhe të palëkundur që ne nuk i bëjmë këto gjëra për Berlinin, Parisin apo Hagën, por për veten tonë, për vendin tonë dhe për brezat e ardhshëm të Shqipërisë. Bashkimi Evropian është burimi ynë i hapur i njohurive, ne mësojmë më shpejt, përmirësohemi vazhdimisht dhe vazhdojmë punën athuase negociatat tashmë janë hapur prej kohësh, duke u përgatitur që të jemi plotësisht gati kur të vi momenti i duhur. Dhe ja ku jemi tashmë, qëndrojmë drejt me kokën lart, pasi vetëm për 14 muaj kemi hapur të gjithë kapitujt. Kemi rikuperuar një sasi të jashtëzakonshme kohe të humbur dhe kemi vendosur veten në krye të bllokut të Ballkanit Perëndimor. Më lejoni të theksoj se ky sukses mahnitës nuk është vetëm i ynë. Gjatë viteve të fundit, në drejtimin e presidentes von der Leyen, Komisioni u rikthye në qendër të lojës dhe gjatë këtyre 12 muajve dhe falenderoj Martën në sajtë të saj, pra dhe ekipit të saj, u dirigjua një orkestër e ndërlikuar duke akorduar instrumente që për vite të tëra kishin qenë të pa akorduara, duke krijuar një harmonik aty ku kishte pasur vetëm kakofoni dhe duke rikthyer besimin e çmuar mes Bashkimit Evropian dhe atyre vendeve që dëshirojnë të bëhen pjesë e saj. Dhe nga ana tjetër janë shtetet anëtare me një energji të rinovuar për projektin e madh të ribashkimit në dritën goditëse por kthjellëzuese të agresionit rus në Ukrainë. Ju jam sinqerisht mirënjohës ndaj të gjithëve dhe siç ka shkruar dikur një britanik i mpret në mendim, unë do të mbroja idenë se falënderimi është forma më e lartë e të menduarit dhe se mirënjohja është lumturia e dyfishuar nga mrekullia. Të dashur miq, në barometrin e fundit evropian mbi qëndrimet ndaj zgjerimit të BE-s, Shqipëria doli në krye të asaj liste, me 92% të qytetarëve të saj besnik ndaj BE-s dhe 91% mbështetës të antarësimit. Por më lejoni që të sqaroj një gjë këtu dhe që të sigurohemi që ju as të mos guxoni të mendoni se ai 8 apo 9% që i mbetur nuk janë besnik ndaj BE-s apo mos e dhën Zoti, ku janë kundër antarësimit. Jo, ata thjesht ndodhi që u pyetën nga anketa me njëherë pas ndonjë grindje me bashkëshorten apo me bashkëshorten, ose do kenë qenë në mes të trafikut torturues të Tiranës, ose ndoshta thjesht pak minuta para ndeshjes për kualifikimin të botrorit pra ndaj Serbisë. Ndaj nëse heqim këta faktorë të jetës së përditshme, shqiptarët janë 100% besnik ndaj BE-s dhe 100% mbështetës dhe përkrahas të antarësimit.
Nuk bëjmë shaka këtu. Tani më lejoni t'ju them se çfarë nuk shkon me ne, duke u nisur me një kujtesë për diçka që shumë brenda Bashkimit Evropian, të lindur në një paqe të kadifet, të rritur mbi astëkët e rritjes së përhershme ekonomike dhe të mësuar në një zonë komoditeti ku edhe volumi i rritjes të rregullohet që të mos shqetësohet macja që fle pranë shtratit tuaj, e kanë harruar gradualisht. Të kujtojmë se si dhe pse lindi Europa. Ajo lindi kur kontinenti ynë u coptua në dysh, një perde e hekur jo prej metali, po prej ideologjie, frike, ndau kombe, familja, fate dhe prapasaj bisha e gjëmueshme e totalitarizmit e dëgjohet çdo ditë duke kujtuar të gjithë në perëndim se kërcënimi ndaj lirisë, demokracisë dhe paqes ishte real, ishte afër dhe kërkonte përpjekje krijuese në përpjestim me rreziqet që e kërcënojnë atë, siç thuhet në atë fjali që gjejmë në deklaratën e Schumanit më 9 maj 1950. Dhe në faktikisht dhe me dhimbja nuk tingëllon jashtëzakonisht aktuale, ne shqiptarëve nuk na duheshin klithmat e Vladimir Putinit në portat e BE-s për të ndjerë rreziqet që na kërcënoheshin ne, por edhe vetë Bashkimit Evropian përmes Ballkanit Perëndimor. As nuk na duhej shumë për të kujtuar errësirën e gjatë të totalitarizmit, nga e cila u hodhëm në rrugët e Tiranës me shpejtësi duke bërtitur e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Për ne BE-ja është ende sot, ajo që ajo ka qenë për etërit themelues, është kaq e thjeshtë, një ide e çmendur ndoshta në atë kohë, një ide revolucionare, që armiqtë e lashtë të bëheshin partner, që sovraniteti të bëhej një dhe të ndahej për të mirën e përbashkët, që paqja të ndërtohej jo mbi dominim, por mbi bashkëpunim dhe solidaritet, në të njëjtin qiell të lirisë dhe në tritën e demokracisë. Dhe pavarësisht e pengesave, idea ja doli mban dhe projekti u shndërrua në Bashkimin Evropian. Modeli më vizionar i integrimit paqësor në historinë e njerëzimit. Jo shumë kohë më parë, nuk e di çfarë është shkruar në këtë faqe, që nga kaq e turpshme që të dalë. Po, 6 dekada e gjysmë më vonë, kjo vazhdon të jetë e vërtet, mbetet e vërtet. Askush nuk ka ndërtuar asgjë të ngjashme dhe askush nuk do të ndërtojë diçka të ngjashme, prandaj më mirë të jesh pjesë e saj. Kjo është ajo që mendojnë, duan dhe do të bëjnë shqiptarët, çfarëdo që do duhet për të arritur, sepse ne kemi mësuar me vështirësi se paqja është vetmja betejë që ja vlen të zhvillohet dhe se rruga e etërve themelues është vetmja rrugë që ja vlen të ndiqet. Pra, jo shumë kohë më parë, fjala zgjerim ishte thuajse e ndaluar në fjalorin e BE-s dhe për mua ajo bante erën e tradhtisë ndaj vetë arsyes për të cilën u vu në lëvizje Bashkimi Evropian, sepse për mua zgjerimi përmban përgjigjen më të fuqishme ndaj kësaj pyetje. Çfarë është Bashkimi Evropian? Për çfarë qëndron ai? Dhe le të